Teatri Migjeni qeli dyert për komedinë satirike 24 orë nga jeta e një votuesi, një vepër që përmes humorit të mpre dhe ironisë godet realitetin e përditshëm të shoqërisë son. Përmes situatave komike dhe dialogjeve të goditura, shfaqja sjell në qendër figurën e votuesit shqiptar, duke vendosur atë përballë realitetit politik dhe social. Në skenë interpretuan aktorët Arben Derhemi, Zamira Kita, Giuliano Brisku dhe Ermir Hoxhaj, të shoqëruar nga 3 muzikantë. Kam qenë shumë e kënaqur kur më ofruar ky rol, sepse është një grua korçare me shumë karakteristika, pra një karakter shumë i spikatur, që për mua është një nga rolet më të bukura. Kënaqësia më e madhe është që ne këtë vepër e sodhëm në Shkodër. Është një shfaqje e menduar që në fillim në këtë mënyrë. Na vjen mirë që u prit mirë nga publiku dhe publiku reagoi për ato probleme që ne kemi ngritur dhe për ato probleme që janë ngritur në përgjithësi për gjithë këtë demokracinë fatlume tonën, që qeshim se nuk qajmë tot. Vepra u realizua në regjinë e Driada Dervishit bazuar në motive të Naun Shundit, me tekstin e të tjera nga Teodor Keko dhe muzik të kompozuar nga Ulon Naçi. Unë besoj shumë që teatri mund të e kalon vetëm iluzionin e të parit pasqyrimin e realitetit. Mendoj që teatri të fton që nëse ky realitet që shikon në skenë nuk të pëlqen, duhet ta ndryshosh. Salla mbushur me spektatorë dëshmoi interesin për këtë shfaqje, që ndërthur humorin me kritikën shoqërore, duke sjellë një mbrëmje plot emocione, të qeshura dhe reflektim në Teatrin Migjeni.